Ka disa njerëz që qëndrojnë me ju, për ju dhe pra njush sa do e vështirë të jetë situata. Të jesh me këta miq është një bekim. Njëni me shenjat e zodiakut që ka një përkushtim të pavlefshëm ndaj të tjerëve. Gaforia. Gaforia është më besnike nga të gjitha shenjat e zodiakut. Këta individë janë emocionale, dukues dhe të ndjeshëm. Sa do të jenë pjesë e jetës tuaj do të mbeten të lidhur me ju përgjithmonë. Jo vetëm kaq, gaforët e përkushtuara thellësisht do të përpiqen gjithmonë t'ju mbrojnë. Ata do të bëjnë gjithçka për të qëndruar përpara çdo pengese që del në rrugën e njerëzve të tyre të dashur. Demi. Këta individ kokfort kanë një zemër të butë, që rrallë shihet në shumë individ. Kur një dem ju ka pranuar në jetën e tij, do të sigurohet që t'ju të qëndrojë pranë në çdo situatë sa do e vështirë të jetë për ta. Të njohur për besnikërinë e tyre, të lindurit e demit janë ata që mund t'ju besojnë plotësisht. Vetëm mos harroni se lidhja juaj me personat dem mund të posojë një pengesë të madhe nëse zbulohet dhe pandeshmëria më e vogël. Mos e thyeni në besimin e një demi me gënjeshtra. Virgjëresha. Këta shpirtëra romantik janë miq të shkëlqyer. Ata dinë të mbajnë përgjegjësitë, qoftë një marrëdhënie personale apo një shoqëri profesionale, virgjëreshat kanë nivele të ndryshme angazhimi. Ata dinë të qëndrojnë me familjen e tyre dhe gjithashtu dinë të jenë pjesë e ekipit të zyrës. Punëtorë të zgjashëm që nga lindja virgjëreshat nuk kanë frikë të marrin përgjegjësi të reja. Përveç këtyre cilësive të lindër në shenjë virgjëreshës, janë njerëz zakonisht të durueshëm dhe janë të sjellshëm dhe shumë të dashur. Binjakët. Këta njerëz inteligjentë, dashamirës dhe me humor janë dhurat nga Perëndia gjatë gjithë kohëve kur jeni të pikëlluar. Të kesh një mik binjak pranë mund të gëzojë çdo ditë të mërzitshme. Pasi të angazhohet një person binjak do të shfaqë dashurinë në mënyrën më magjepsëse. Ata janë shumë të adaptueshëm dhe fleksibël nga natyra. Duke magjepse me fjalë, ata mund të nxjerrin nga situata e keqe me aftësitë e tyre të shkëlqyera komunikuese.